Përshëndetje shpirta në evolucion, sot do të flasim prapë për energjinë e prillit dhe pse e vazhdoj këtë energjinë e prillit, sepse është një energji e fortë dhe si ti mund ta shfrytëzosh këtë energji universale për të shkuar përpara dhe për të ndryshuar gjërat. Atëherë, muaj të mbar dhe gëzuar muajin e prillit për të gjithë ne. Energjitë e muajit janë energjit 4 dhe 13. Këto informacione i kemi nga informacionet e analizës të artave të shpirtit që bëjmë me ditën e ditëlindjes. Atëherë, muaj prill është një muaj në energjinë e 4 dhe të 13 dhe ka të bëjë me logjikën, marrjen e përgjegjësisë dhe zhvillimin shpirtëror. Domethënë, asnjë papërjashtim në qofse do vërtet të hyjë në zhvillimin personal, është muaji i përshtatshëm që ti mund të fillosh. Dhe një diçka që mund të tregoj që mund të fillosh zhvillimi personal është libri Agenda Magjike, udhëzuesi i zhvillimit personal, i përshtatshëm për të gjithë personat, çfarëdo moshe që të ketë, me fjalë kaq të thjeshta dhe të bukura dhe të ndihmon të shikosh dhe të bësh ushtrimet e mëngjesit për të filluar një ditë të mirë, për të mëson çfarë do të bëj mirënjohja tek ty dhe shumë energjitë dhe çfarë do bëhet nga viti 2025 deri në 2030 dhe meditime të ndryshme për të sjellë në balancën në gjinin femërore dhe maskullore. Ajo që është kryesorja, siç po e them, kohët e fundit, dhe është çelësi i lumturisë të gjithë universit, të harmonisë brenda nesh, të pranojmë gjinin femërore dhe maskullore. Atëre, prilli do synoj të aktivizoj transformimin, të sjellë ndryshimet të na shtyjë të bëhemi më të mirë dhe të realizojmë dëshirat tona më të mira. Energjia e muajit ka të bëjë me energjinë maskullore dhe marrëdhëniet tona me meshkuj, mbi të gjitha me babain ton. Prandaj duhet të kemi një marrëdhënie akoma dhe nga ana energjike të kemi atë marrëdhënie dhe të kemi falur në qoftë se diçka është krijuar në jetën tonë me babain ton dhe me meshkujt. Është një muaj ideal për të punuar për partnerin ton ideal. Dhe këtu dëgjoni më pas çfarë do themi. Numri 4 ka të bëjë ose energjia me energjinë maskullore, karakterin maskullor që kemi dhe ne femrat, por edhe meshkujt kanë dhe gjinin femërore, dhe të menduarit në mënyrë strategjike. Ky kombinim do të na jap stabilitet, analizë të situatës, forcë fizike dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Numri 13, energjia 13, do të thënë atë si e nxjerrim e din, do të thënë personat që kanë bërë trajnim dhe kush ka nevojë ta mësojë mund të komunikojë me mua. Numri 13 do të na ndihmojë të mendojmë për situatën aktuale, të shohim se çfarë ka përfunduar ciklin e tij, të gjejmë ide të reja në mënyrë që të shkëputemi nga e vjetra dhe të ecim përpara. Prilli është një muaj i rëndësishëm për të marrë me bollekun dhe biznesin ton. Kush ka biznes, kanë përgatitur trajnime të ndryshme dhe terapi private për të gjithë juve pronar të bizneseve, në qoftë se doni të rritni të gjitha të xhiron në bizneset tuaja. Muaj prill është një muaj i rëndësishëm për të marrë bollekun dhe biznesin ton, është një muaj kur ka shumë dhe do ketë mundësi të marrim një rritje rroge për të tjerët, të zgjerohemi në një fushë profesionale ose të marrim një promovim. Çfarë është e rëndësishme të bëni në muajin prill? Të riparojmë marrëdhëniet me baban ton dhe burrat e familjes, të punojmë aktivisht, të ecim përpara pa frikën e dështimit. E kemi këtë dhe këtu dua t'ju them për frikrat, mund të punoni dhe me simbolin e mrekullisë, me librin që lirohet, mund të ndihmojë të lirosh 83 frikra nga jeta jote, sepse frikrat janë ato që nuk të lejojnë të shkosh përpara. Dhe në qoftë se do më tepër informacione për librin, më shkruani në WhatsApp ose në TikTok ose këtu në YouTube dhe më ndiqni për video të reja. Dhe shpërndajni këto video dhe me njerëzit e tjerë, sepse kur ne shpërndajmë,
të gjitha ato mirësit na vinë mbrapsh të shumë fishuara. Atëherë, të njohim marrëdhëniet e tjetrit, të mendojmë pozitivisht, të jemi të dobishëm për të tjerët, të fillojmë gjëra të reja, është muaj prill thamë, të lejmë pas gjërat e vjetra. Do me thënë, ky muaj është një muaj që dhe unë kam përgatitur shumë trajnime dhe në private dhe në grupe, që mund të ndihmojë të lirosh për kushtimin nga prindrit, nga paraardhësit, trajneri për partnerin, si mund të rritësh bollekun në jetën tënde, edhe si mund të gjesh hierarkinë, si mund të respektosh gjininë femërore dhe maskullore dhe shumë të tjera. Çfarë është e rëndësishme të shmangemi në prill? Të kemi një hierarki të prishur me baban, do më thënë, në qoftë se babai nuk është në vendin e tij dhe nuk e respekton, je grua ose burr. Për këtë kemi terapi private kush është i gatshëm që ta bëjmë. Dhe të shikoni rezultatet. Të gjitha këto që u them janë gjëra të provuara dhe që i kam bërë dhe i bëj akoma. Të jemi mos respektues ndaj meshkujve, nëse je femër dhe nuk respektojmë meshkujt. Dhe shumë herë dhe meshkujt nuk respektojnë meshkujt, do të thënë të tyre. Të kumgulim në mendimin ton, të bëjmë biseda të pakuptimta, të krijojmë probleme për të zgjidhur ato me sukses, të imponojmë mendimin tonë, të kërkojmë nga të tjerë të kemi qëndrim të dobët dhe të keq, të kesh frikë nga ndryshimet, do të thënë duhet të punosh shumë dhe me frikrat. Të marrësh shumë rreziqe, të kapësh pas të kaluarës. Dhe dua të bësh tani një ushtrim. Merr fryfell dhe liro. Dhe ndjeu sikur një dritë të shruese ngjyrë jeshile vjen drejt teje. Dhe kjo dritë nga jeshile bëhet një ngjyrë e ylbert, me të gjitha ngjyrat e ylberit, duke larë të gjitha afatin kohor të prillit, të gjitha ditët një nga një, dhe informacionet të jashtëzakonshme të asaj që ke marrë deri tani. Liro me frymë dhe liro me dritën tënde të vërtet të ardhur nga Zoti gjithçka që të bllokon. Dhe më shkruaj çfarë do dëshironje ti dhe je gati të lirosh në këtë muaj. Atëherë, kam përgatitur 2 që janë gati, trajnime, por mund të bëhen dhe në privat dhe në grupe, prandaj shpejto të zesh vendin, pastrimin nga për muajin prill, mendojmë se partneri ynë e dalë është travma jonë dhe jemi larg nga një marrëdhënie të gëzuar dhe të vërtet. Do thënë, do bëjmë një trajnim për partnerët. Shumë herë partneri bëhet pasqyrë, pse nuk kemi gëzim me një partner akoma dhe kur e kemi. Shumë herë bëhet partneri një pasqyra jona, prandaj është mirë të identifikojmë pjesët tona që po na bllokojnë, do më thënë këtu të them që të punojmë me pjesët tona që na bllokojnë që të kesh atë partnerin e duhur. Për këtë mund të më shkruani të rezervoni vendin tuaj dhe të merrni pjesë. Prill është një muaj i zgjerimit financiar dhe i bollekut, siç u thash, prandaj bëra këtë trajnim për juve. Paratë dhe gjendja materiale që janë të pakufizuara, dhe këtë mund ta thuash sot si një mirënjohje, si një deklarate pozitive. Paratë dhe materiali, bolleku, çdo gjë në univers janë të pakufizuara. Kjo është një frazë shumë e mirë që do të ndihmojë që ti të besosh në bollekun e universit. Por shumë herë ne nuk arrijmë bollekun dhe pasurinë sepse ne e bllokojmë. Jo vetëm ne, sepse ne kemi nënën dhe babain tonë, paraardhësit, jetët e mëparshme, premtime të ndryshme, betime të ndryshme që ka bërë shpirti dhe bllokon dhe është i përkushtuar tek nëna ose te babai dhe nuk do që ta kalojë atë kufirin që të bëhet më i pasur se ata, të ketë më bollek se ata, kanë bërë që ti të mos të jesh në varfëri ose të përpiqesh shumë për pak para dhe bollek. Universi dhe Zoti na i ka dhënë të tëra, por ne e bllokojmë.
Për të gjitha këto përkushtimet dhe të gjitha këto që na shqetësojnë, na kanë shqetësuar deri tani, muaji prill është ai muaj që ne duhet të hymë në zhvillim personal dhe t'i punojmë dhe t'i lirojmë dhe të lirojmë çdo gjë nga e vjetra. Në qoftë se e gati, unë jam këtu, jam Erita Cake, terapiste energjike, mësuese, shkrimtare në 4 libra, 2 në shqip dhe 2 në greqisht, që të ndihmojnë për zhvillimin tim personal, për t'u liruar dhe nga frikrat, metoda të ndryshme, trajnime të ndryshme dhe si trajnere për zhvillimin personal, në qoftë se je gati, jam këtu të ndihmoj në privat ose në grup. Njerëz të tjerë që kanë filluar të punojmë bashkë, akoma dhe me takimin e parë kanë parë ndryshim. Ti je këtu i gatshëm, e gatshme që të marrësh ose të provosh, në qoftë se je gati, se çfarë mund të ndryshosh ti në jetën tënde. Jam këtu për ty, në qoftë se ti je gati të ndihmosh veten tënde. Ju uroj një ditë të bukur, të lumtur dhe sot më ndiqni Vila 24 për pak, sepse aty do t'ju jap një ushtrim tjetër, cila si ditë e përshtatshme dhe çfarë duhet të lirojmë. Ju përshëndes.